Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit, kandidati për deputet i Partisë Socialiste Edmond Leka zhvilloi një takim elektoral në lagjen 10 Koriku të rajonit nr. 2. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, Leka u ndal tek projektet e investimit që janë ndërmarrë gjatë këtyre viteve të fundit e që synojnë transformimin e kësaj zone. Ai këmbguli tek nevoja për zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës në zonat e banuara. Ai sqaroi se këto projekte do të vazhdojnë edhe në lagjet e tjera të qytetit të Vlorës. Zhvillimi i infrastrukturës në zonat e banuara, sepse nuk mjafton që ky qytet të ketë vetëm rrugët qendrore pa ushtrirë brenda në qendrat e banuara. Kam shkuar në bashki dhe kam parë gjithë projektin e rrugicave të lagjes, është një projekt shumë i mirë. Është një projekt që do të bëjë një urbanizim të shkëlqyer të gjithë lagjes. Ky investim fillon në muajin shtator, është investim që zgjat rreth një vit. Kandidati socialist ftoi banorët që të zgjedhin numrin 2 dhe Partinë Socialiste të dielën e 25 qershorit. Ne duhet t'ia tregojmë masivisht me votë, t'ia tregojmë masivisht në datën 25 qershor se sa e vlerësojmë këtë vëmendje që Edi Rama i dha Vlorës.